Çfarë? Mjaf ma! U vonove sonte. Të kam përgatitur pjatën tënde të preferuar. Vërtet, e di që më laston shumë. E po, dikush duhet të kujdeset mirë për ty. Nëna ime do të thoshte që nuk bën mjaftueshëm. Mamaja jote gjen gjithmonë diçka për të thënë. Sinqerisht u bë bajat kjo muhabet. Ti e një atë, ashtu është ajo. U bë bajat agron. Mos ja nis, të lutem. Mami na ftoi për vizitë këtë diel. Përsëri? Po, do gëzohet? Ose do të jepet edhe një mundësi tjetër për të më kritikuar mua? Ela, Mirë, do të shkojmë. Erdhet më në fund. Përshëndetje mami, kam sjell një tort. Ku e bleve? E kam bërë vetë. Oh, vërtet? Duket si tort supermarketi. Mami, Unë po them atë që shoh. Hajde pa këtu. po, mami. A jep gjë për të ngrënë këtij djalit. Shikoje si është bërë. Është dobësuar shumë. Jo, nuk jam dobësuar. Poje, të kanë rënë faqet fare. Unë gatuaj çdo ditë. Atëherë më shpjego pse i mbir duket kështu. Unë po bëj çmos. Do shta çmosi jut nuk mjafton. A nuk të mësoj nëna jyte se si bëhet një grua e vërtet? Çfarë të ka bërë nëna ime ty? Solli në këtë botë fatkeqësisht. Çfarë? Mjaf ma! Qenka edhe e pasjellshme mbi të gjitha. Kur flet më i moshuari, nuk i kthehet shpina. mami, të lutem. Ti nuk the asgjë. A do të flasim vërtet për këtë përsëri? Ajo më po shtroi para teje. Ajo e teproela, por nuk ka qëllim të keq. A i dëgjon çfarë po thua? Ajo është nëna ime. Edhe unë jam gruaja jote. Ajo nuk më respekton fare. Ajo i ka tepruar. Ajo thjesht po luan me ty. Kështu po luan me nusën e djalit të saj. Për çfarë flet? Mos u bëj i verbër. Fol me nënën tënde, të lutem. Nuk mundem. Ajo po vjen të na vizitoj pas nesër. Po a do të vije çdo 2 ditë? Po, ky është plani. Nuk e di nëse mund ta përballoj këtë. Po mendon shumë, Ela. Thjesht mundohu të pushosh, flet tani të lutem. I përgatita të gjitha, shpresoj të dalë mirë. Ka erë shumë të mirë. Kam punuar gjithë ditën për këtë. Po stresohesh shumë. Sepse nëna jote më bën gjithmonë të ndihem sikur nuk jam kurrë mjaftueshme e mirë. Mendoj se erdhi nëna. Pra, këtu jetoni? Po. Dekori është i keq. Dhe ke veshur këtë fustan? Për të pritur misafire? Duket si këmish nate. Mendova se isha veshur mirë. Ti mendon shumë, por të menduarit nuk mjafton. Të shohim çfarë ke gatuar. Shumë vaj. Ori zjesh e zier tepër. Agrona të kujtohet Sara? Jo shumë. Zon, unë jam këtu. E di kjo është problemi. Mami mjaft. Mirë biri im, unë po shkoj. Ti asnjëherë nuk më mbron. Po e tepron Ela. Ajo më ulmua vazhdimisht. Ti i merr gjërat shumë për zemër. Sepse ti nuk merr asnjë gjë seriozisht. Unë dua vetëm qetësi. Unë dua respekt. Pse nuk e thëret nënën time mami? Është mungesë respekti. Nuk e ke seriozisht. Ajo nuk më respekton dhe ti kërkon nga unë ti them mami? Zonjë është mos e në rregull. Pra, vërtet kështu mendoni? I dëgjuat gjitha? Po, Mirë shumë, tani e more vesh. pse më urreni kaq shumë? Sepse ti kur nuk do të jesh e mjaftueshme dhe e mirë për birin tim. Unë gjithmonë jam përpjekur t'ju respektoj. Respekti nuk mjafton kur ti nuk e ke vendin këtu. Nuk më dhat kur një shans. Sepse nuk desha. Erdha këtu që të flisnim e t'i sqaronim gjërat, por qenka e kot. Po e liroj djalin tuaj prej meje. Po, kështu do të bëj.
Ela, mund të flasim? I dëgjova të gjitha ato që tha ajo. Nuk e kishte me gjithë mend. A e dëgjon veten çfarë po thua? Unë thjesht dua të shmang problemet, Emma. Problemi i ti. Nuk do të kërkoj të zgjedhësh mes asaj dhe meje. Ela, prit! Unë e di përgjigjen. Ela, mos u ngut, të lutem! Mos shko! E ke me gjithë mend që do të ikësh? Po, Por një sherë të vetëm? Ki nuk e një sheri vetëm, Agron, jam vite të tre vuajtje. Mund të gjejmë një rrugdalje. Jo, nuk mund të gjejmë një rrugdalje, sepse ti kur nuk dole zot. Më në fund po zgjedh veten time, të kam mbajtur si mbret e ti përsëri e leove maman tënde të mposhtronte. Ela, të lutem, mos shko! çfarë dëshiron? Ktheu në shtëpi. Jo, Të dua. edhe unë të kam dashur. Më jep edhe një shans. Ke pasur shumë shanse deri tani. Pse u solle ashtu me Elen? Sepse ajo nuk të meriton. Ti e detyrove atë tikte. Miri ja bëre, shpëtuam. Nën. Që kur ajo hyrë në jetën tënde, ti më ke harruar fare. Ajo është gruaja ime, Edhe unë jam nëna jote. Por unë nuk do ta kaloj jetën e as do të bëj fëmijë me ty. Kështu po më flet tani? Nën, mjaft. A dëshiron të më shohësh të palumtur? Ajo është gruaja e jetës sime. Ela, të lutem. Takohu me mua nesër te kafeneja. Bisedova me nënën. Dhe? Për herë të parë, i thash që kishte gabim. Është tepër vonë. Unë mund të ndryshoj. Ndoshta por jo me mua. S'kam mas një shpresë? Jo, më në fund po zgjedh veten time. Lam të mira, Agron. Lutem, Ela. A nuk të mungon Agroni? Po, por zgjedh qetësinë time para vuajtjes së përditshme. Ke të drejtë. Nana, më mungon Ela. Këtu jam unë për ty, biri im. Ajo nuk ishte për ty. Nana, po mu dhembë shpirti. Unë njoh plot gra të mira. Nën, mjaft. E di që është e vështirë, biri im. Kam nevojë për të.